Nëse je pensionist, student apo i papunësuar, por shfrytëzues i ndihmës sociale, me ndryshimet e reja ligjore, do të mund të punosh dhe njëkohësisht të mos e humbësh të drejtën e këtyre të ardhurave, por duke punuar disa ditë ose për 6 muaj. Ministri i Ekonomisë Besar Durmishi thotë se me këto ndryshime ligjore që hyjnë në fuqi nga janari, do të përfitojnë bujqit dhe gastronomia, pasi që mund edhe të angazhojnë punëtor sezonal. Ligji parasheh, pensionerët të arrijnë që të punësohen për shkak të kësaj të mos e humbin edhe të drejtën e pensionit, por njëkohësisht të punësohen edhe të marrin të kenë të paguara të gjithë kontributet, të gjithë mbulesën, njëjtë siç kanë edhe punëtorët tjerë të rregullt, në afat kohor maksimum deri në 6 muaj. Po ashtu edhe studentët, po ashtu edhe ata punëtorë të cilët marrin ndihma financiare apo ndihma sociale të cilët i marrin dhe ata të papunësuar të cilët janë të regjistruar në agjensonin e punësimit të evidentuar si të papunë, nuk e humbin të drejtën. Njëkohësisht i mbajnë edhe këta të drejta dhe kanë të drejtë me këtë ligj i cili tani më ka hyrë në fuqi të punësohen në drejtim apo në veprimtari ku është hasur më shumë puna në të zezë. Profesori i ekonomisë Harun Tahiri thotë se me këto ndryshime shteti do të rrisë të ardhurat, ndërsa edhe bizneset e ndryshme do të mund të përfitojnë nga përvoja e pensionistëve, por edhe nga fuqia punëtore e studentëve. Këto ndryshime Tahiri i sheh si pozitive dhe thotë se kjo do të ndihmojë në uljen e papunësisë në vend. Ky ligj, sipas mendimit tim, mendoj se ka mjaft benefite, mjaft përfitime, së pariherë ndikon në konkurrencë, ndikon në uljen e ekonomisë gri apo informale e cila është mjaft aktuale në Maqedoni, ndikon në ngritjen e konkurrencës, ndikon në të hyrat buxhetore, pastaj edhe pensionistët kategoria të cilët kanë të ardhura apo pensione më të ulta, kanë shëndet të mirë, kuptohet në veprimtari të cilët i përcakton ligji kanë përvojë të gjatë, u jepet mundësia që të krijojnë mirëqenie, a përmes mirëqenies ata ndikojnë edhe në konsumin e vendit, që është një indikator mjaft i rëndësishëm në ekonominë e vendit. Me këtë mas, pritjet e ministrit të ekonomisë Durmishi janë që brenda vitit të angazhohen nga 12.000 deri në 17.000 persona.